Eliona nuk donte të bëhej 19 vjeçe. Çdo vit që kalonte i kujtonte mungesën e motrës së saj, atë që iku shumë herët në moshën më të bukur të jetës së saj. Një ndjenjë boshllëku dhe trishtimi mbushte çdo ditë, por ditëlindja e 19 të dukej si një kujtesë e dhimbshme se motra nuk ishte më aty për ta festuar. Lotët i rridhnin pa pushim në përfaqe sa herë që mendonte për të, dhe zemra i shpërthente nga mungesa. Po pse duhet të pres të bëhem 19 vjeçe? Mendonte ajo. Po pse duhet të ndjej dhimbjen e çdo sekonde të këtij viti, kur ajo iku në atë moshë kaq të bukur? Ishte një dëshirë e thjeshtë, por e thellë. Ajo donte të shpëtonte nga një vit që i sillte vetëm kujtime të hidhura dhe vuajtje. Donte të shkonte direkt në 20, në një moshë që ndoshta do t'i lejonte pak gëzim dhe pak paqe. Çdo gjë rreth saj e kujtonte motrën, dhoma e saj, qeshja që tingëllonte në kujtime, foto të vjetra që i ngjiteshin në zemër si plagë e ëmbël. Edhe gjërat më të vogla, një aromë apo një këngë e caktuar, i sillnin lotët në sy. Ishte një dhimbje që nuk mund të shprehej me fjalë, një mungesë që s'mund të mbushej, një boshllëk që i mbushte çdo ditë. Megjithatë, edhe në këtë lotë dhe dhimbje, kishte një forcë të fshehur brenda saj. Një forcë që i thoshte, do të mbijetoj. Do të festoj. Do të jetoj edhe për të, edhe për veten. Dëshira për të kaluar direkt në 20 vjeçe nuk ishte vetëm për të anashkaluar një vit të dhimbshëm, por edhe një përpjekje për të gjetur pak dritë në errësirën që kishte lënë mungesa e motrës. Kur lotët i rridhnin pa pushim dhe zemra i dhimbte, ajo e dinte se kjo dhimbje ishte pjesë e saj, pjesë e dashurisë që nuk shuhet kurrë. Dhe ndoshta, një ditë, kur të bëhej 20 vjeçe, ajo do të ndjente pak paqe, do të mund të qeshte për kujtimet e bukura dhe të ndjehej afër motrës, edhe pse ajo nuk ishte më aty fizikisht. Lotët e saj nuk ishin vetëm dhimbje. Ishin një mënyrë për të ruajtur kujtimin, për të mbajtur dashurinë gjallë dhe për të vazhduar përpara, një hap në kohë që e çon.